S'do ta besoni edhe vetë ku jam në një rooftop mbi Lahoren e vjetër, shiheni. Është e gjithë pamja e qytetit më të famshëm të Pakistanit, një prej qendra mogule dhe jam fare pranë xhamis Bashir Mosque, e cila është xhamia më e madhe ishte më e madhja e Pakistanit, sot është më e madhja e Lahores dhe nga më të vjetrat, është ndërtuar midis viteve 1671-1673 për 3 vjet. Pamja është e jashtëzakonshme e saj. Sot nuk ka asnjëri për arsye se ka një protestë për Imran Khan dhe janë mbyllur të gjitha ambientet publike, ish kryeministri i Pakistanit i dënuar për korrupsion. Xhamia është identike me atë të Delit, është ndërtuar po nga të njëjtët sundimtar mogul. Poshtë është edhe pjesa e parqeve, është kulla e vjetër dhe rreth e rrotull mund të shihni të gjithë pjesën spektakolare të rooftopeve të Lahores. E ngatroj gjithkohon me Delin për arsye të ngjashmërisë shumë madhe faktit që kanë qenë një vend. Shihni, kjo është pjesa ku bëjnë muzikë. Sipër është marrë për një event privat. Kjo është Lahoria e vjetër. How many people are living still here? Sir, in the old city, almost nearly about 300,000 people are living here. 300,000 people living here Yeah, in the old city? in the old city. Because during 16th century, the city was covered with walls and gates. Yes. Between the war of Sikh and British, half of the gate destroyed, half of the gate are still exist there. Like Delhi Gate, the largest gate of the city. Delhi Gate. Delhi Gate. And you know why we call Delhi Gate? Because before partition, all those travelers used to come from India. They used to enter from there. From the Delhi Gate. Yeah, that is why we call Delhi Gate. Direction goes to India. Amritsar. हाँ सही. वो दूसरी साइड से Pamja është spektakolare. Shihni. We can go now? No problem, sir. Now once we get, I can manage with them. No problem. ये देख रहे हैं, मुझे तो पता है ना बाद में वैसे करें. Shihni çfarë pamje. Ndërkohë që do t'ju tregojmë pas pjesën e poshtme. We can make a tour on this direction? Oh yes, sir. For sure. Se di fare ku po shkojmë, po duhet shoh të rooftopet mbushur me njerëz. Është pjesë restoranti dhe kjo. Kjo është më e saktë pjesa e shtëpive të vjetra të Delit. Shumë e bukur, por shumë është pjesa e Delit, e Lahores, se kam gjithkohon që them Deli, edhe xhamia tjetër. Do mundohem t'ju tregoj dhe poshtë se sa të bukura i kanë kthyer disa prej shtëpive për t'i bërë rooftope. Është shumë interesante. Shohim tani poshtë se çfarë pamje ka. Edhe ky restorant që nga kryevepër. T'ju tregoj pra. Lahore është qyteti i dytë më i madh i Pakistanit, me një 15 milion njerëz, po me gjithë rrethinat shkon 22-23 milion. Tani po zbres poshtë, qofim. Po zbresim me ascensor. Është shumë e bukur se çojmë edhe ascensori pas ka dhe muzikë për të parë një nga pjesët shumë interesante, që është pjesa e brendshme e restorantit. Pjesa e brendshme e restorantit ishte spektakolare, sepse ishte rreth 165 vjeçar i vjetër, ndërtuar 1861. Shiheni. Këtu janë njerëzit e famshëm që kanë qenë këtë pjesë të restorantit. Kurse këtu janë armë të vjetra, disa prej tyre duken shumë vjetra. Shihni se si është.
Ky është ndërtuesi i xhamisë dhe i kësaj zone. Këtu në çdo vend është antik. Kjo zonë e Lahorës është identike me pjesën e tij. Yes, shifeni sa e vjetër është dera. The door is amazing. Se këtu është. Wow. Edhe pas ka dhe plumba brenda. Shifi. So let's see the museum. They have some pictures. Shifi, ky tipi. Hello, hello. They are sending back people. Yes. Let's come inside. Pas ka dhe një muze vet, restoranti. And that is they have some old collection that's mostly they made at South Punjab, Multan. All the old things, huh? Yeah, these things. And these camera from the British time period. Edhe këto të perëndorisë britanike. Britanikët qëndruan këtu deri në 1947, për larguar edhe 80 vjet më parë. You need to sit there, that kind of chair the Mughal like to sit. And you can sit there, I can take your photo. It is going to memorable photo. Because if all those people come, they wish to make a picture here. Duhet ulem të bëj një foto aty. You can continue a little bit with the video and you can take the photo. Very interesting. Yeah. Duhet ulem këtu që të tregoj tamam. 1, 2, 3. Can you put one tongue on the other tongue? Yes, one tongue in the other tongue. Yes. Duhet patjetër një foto këtu. 1, 2, 3, here we go. Lahore është. It's okay now. Have you heard the example? If you have not been to Lahore, it means you have not been born yet. Yes. So now it's second birth here. That's a huge example about Lahore city. Very interesting. Let's Tani see do if shihni the pjesën. barracks, many people that stand here and they try to make some TikTok videos, Yes. Yeah, like in a prison. भैया पहले चले Pjesa e jashtme është akoma më bukur. Shife si hyn e del në restorant. Edhe kjo është pjesa e Lahores vjetër. Të gjitha këto shtëpi që po shihni ju. Yes, how old those are? These building more than 200 years old. 200 years old. Kjo është rreth 200 vjeçare dhe një nga restorantet më të vjetër në 1906-ën dhe sot jetojnë familje akoma, shumë çfarë pamje ka. Të gjitha janë kthyer. Yes. Të gjitha janë kthyer në Airbnb në momentet e fundit, sepse janë ballë për ballë xhamisë së famshme, shive ku është xhamia. Mjafton këtu për ta kuptuar, shife. Është në oborret e xhamisë, thuajse, dhe një nga gjërat më të bukura që Deli ka. Absolutisht. Kjo jeta e Delit është spektakolare. Stop, kjo jeta e Lahores është spektakolare. Shire çfarë jete që ka Lahore, është për ta ndjekur gjithën. Është absolutisht e ngjashme me të Delit, sepse kanë qenë të dy qytetet kryesore të perandorisë mogule, që zgjati shumë gjatë, pastaj u ndan, edhe Deli dhe Agra kanë shumë musliman, dhe ndërtimi i Taj Mahalit është bërë nga një njëjti person që ka ndërtuar fortesën dhe xhamin e Lahores. Shiheni tani edhe herë çfarë pamje. That is the only building where you can find all the doors and balcony original. And all the doors and balcony original. They're like a decoration piece. The building is old, Gjithë but dyert janë origjinale. this is completely original from Sikh time period. The door,
On the other side, you can see the balcony. yeah, It's yeah. like a decoration Yeah, the piece. balcony. In 2013, they put it back, the falling piece. Kryevepër. Nuk ka pamje më të bukur. Lahore, Pakistan. Long live Pakistan, Long Zindabad. Long live Pakistan, Zindabad. 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 Long live Pakistan. Yeah.